Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhul jalal e falenderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje gjithmonë kërkojmë. Falenderojmë Zotin dhul jalal pa jam ndonë, shpesh, edhe në këtë moment dhe gjithherë për çdo mirësi që na ka dhënë. Mirësia më e madhe që na ka bërë pjesëtar të këtij dinit islam, kësaj paqes njerëzisë, të rruzullit të kësaj. Hamdi qoftë Allahut dhul jalal. Lust të madhe në Allah dhul jalal që zemrat tona të na zbardh. Ashtu qysh e ka zbardh tokën Allahu xhaleshanu me këtë burr. Allahu dhul jalal na zbardh zemrat tona nga çdo e ligë, nga çdo e mirë, nga çdo i nati, nga çdo zili, nga çdo gjëna. Inshallah don Zoti dhul jalal e takojmë madhërinë e tina në ajë të kokoni kënaqur me neve dhe na me ta. Përshëndetje selamet ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, falenderojmë Zotin që për çdo të shtunë jemi këtu së bashku me juve, po edhe në për shtëpijat e juve dhe në për ndajat e juve, që sa do pak cilëm një freski në mendjet e juveja, në zemrat e juveja, për këtë din të pastër, hyjnor, gjigant, të mollit Allah xhaleshanu ati i qofsh mi falë. Një temë sot nga temat e serijës mos i humb shpresat në Allahun xhaleshanu, po dëshirojmë ta trajtojmë kështu së bashku. Pas çdo mërzie vjen gëzimi. Pas çdo mërzie vjen gëzimi. Zatën këtë dynjë, çdo gjë është afat shkurtë. Çdo kënaqësi e kësaj bote është afat shkurtë. Po besimtari duhet të llogaritë edhe sprovat, edhe mërzijat, se edhe ato janë afat shkurtë. Për këta një mbret, i kishte mbledh ato të afërmit e tij dhe një ushtarit i thëjke kështu. Më ma sjell një fjalë që unë ta shkruaj në unazën time, që gjithherë kur t'jam i nervozuar, sa herë kur ta shoh atë fjalë, unë gëzoj. Dhe gjithherë kur jam i gëzuar, sa herë që ta shoh edhe lexoj atë fjalë, unë mërzit. Unë mendu shumë gjatë, e njëri nga ta shumë i shkallë dhe i menqër, tha, shkruje këtë fjalë. Kjo gjendje në të cilën je ti tash, nuk ka me zgjatë shumë. Nëse je i mërzit shumë, veç kujtoje që kjo gjendje s'ka me zgjatë gjatë. Veç edhe nëse je i gëzuar, kjo gjendje që je nuk ka me zgjatë gjatë. Krejt janë afat shkurtë. Mirë po Allahu dhul jalal, këshon mërzi, ta mati imanin tanë, ta pa shkallën e drejtën e imanit tanë, afërsin me Allahun dhul jalal, se si po qëndron ndaj një sprove që Allahun xhaleshanu mund ta këshuar. E nuk ka sprov që të provon Zotin përveç se është në të mirën tonë. Nuk ka asnjë sprov përveç se është të mirën tonë. Nëse na lëshon Zoti dhul jalal smundje, krejt gjunohat përmes qasaj smuje, nëse bojmë dore me sabër, Allahu xhaleshanu na i largoj. Nëse të lëshon temperaturë, të fshin gjunohat, ashtu qyshe fshin sa ato mbetorinat. Nëse Allahu dhul jalal të ka marrë vlat, e ti bën sabër me caktimin e Zotit xhaleshanu, Allahu ka më të furnizu me vlat të tjerë, po edhe ato që i ki Zotit dhul jalal ka mjellon bereqet. Sepse ti ke bo sabër në caktimin e Zotit xhaleshanu, ai i cili ka bo emër. Nëse të ka humbë pasunia, dija sa ja pasuni nuk u konë për të mirën tome, ta ka marrë Zotit dhul jalal. Falenderoj se po më ta kthy Zoti edhe më mirë, edhe më shumë. Për këtë, ajo gruaja që tregohet në histori se Hazreti Davudit alayhis salam i shkoi një ditë edhe i tha: O Hazreti Davud, hal rabbuna adilan au zaliman? Është Zoti jon i drejt apo i pa drejt? Naudhu billah. Po Allah
Gjelal është i drejtë, është i mëshirshëm, po drejtësia tina nuk barazohet dhe nuk krahasohet me asnjë drejtësi të rrezullit toksik. Po mirësia dhe mëshira tina nuk krahasohet me askën në rrezullin toksor, ati i qofsh mi fal. Si kjo grua mi thonë, është Zoti i drejtë apo i pa drejtë? Hazreti Davudi është të rëndit nga kjo fjallë. Edhe zatën i besimtarit dajnë të mirë. Kur vjen edhe një njeri dhe i thot fjallë të këtila për dinin e Zotit, për Allahun dhul Gjelal, për Kuranin azimushan, për Muhammedin a.s., për qabën e madhrume, kur t'na folin e etiketojnë, ka njerë shumë me dhe njerë, pa një ori, pa dituri e bojnë. Ata janë analfabetat shkolluar. Ata janë njerëz pa perspektivë për të ardhmen. Edhe kur flasin fjalë të mira për Allahun dhul Gjelal, na nuk thojmë asgjë tjetër, përveç se thojmë, o Zot, o udhëzoj. O i madhi Allah Gjeleshan udhëzoj. Sa ata nuk e dinë, se po ta dishin ata nuk do të folshin kështu dhe nuk do të veprojshin kështu. Doaja jonë është kjo, edhe na duhemi me i dashur në ta. Dhe zatën duhet jemi afër tyve, që sa të pak t'i përfitojmë zemrët e tyve. Mirë është njëherë me humbë rastin e me përfitu zemrën. Na ka njëherë po kemi dëshirë me fitu rastin, po pe hupmi dhe po e largojmë zemrën. Në ndohë me një neje, ngritët një komunist atje i zi, edhe na ofendon neve Kuranin e Allahun e këtë ditë Zotit Gjeleshanu, sidomos këtë ditët e sotit, njerëzit pa fije kompetence flasin, pa fije njohurie flasin, pa fije nuk kanë kur far vizioni, nuk dinë se për çka janë të ndodhë këto gjana, ku e kanë nisjen, ku dëshirojnë me i dërguar njerëzimin, nga kush financohen, nga kush do thot janë të shtymë për t'i bërë këto gjana, në cilin vend u themelun këto njerëzit pa kurfar kompetence, flasin për dinin e Zotit. O vllai nderuar, mos e etiketo dinin e Zotit me këtë ngjarje që po ndodhin sot. Dini Allahut është një tabur, ai është më i pastër se loti, ai është më i drejtë se çdo drejtësi e kësaj dynjaje, ai është më i mëshirshëm se çdo mëshirë që mund ta shohim në këtë dynjë. Ky është dini i Allahut xhaleshanu. Dhajna etiketon e na bën gjëra të tilla dhe na argumente për plot. Krejt po morëm i duar të rëkitje për kjo mija ja ke bohu, që Allah të kofta, a këti që shtu të të mja bohu e pika pika i thojnë atina. Une nuk e përqekta. Ma mirë me i hum duar të rëkitjet, e me e fituat zemër të ati njeriut. Ma mirë ata me pas ofër, se sa edhe këto që i kemi, se këta nuk kanë se ku të shkojnë zatë. Nuk kanë se ku të shkojnë zatë. Për këta të ndërru vëllezër besimtarë. Hazreti Davudit alayhi salatu wassalam i thoi kjo grup. I thoi kjo grup. Ashtë hala rabbuke adilan au zaliman. Ashtë Allahu jonë i drejt apo i pa drejt. Hazreti Davudi alayhi salam së mujti me këtë përgjigje. U trëndit nga kjo fjallë. Jo e bukur, jo e meshme, jo adekuate. Nuk mundi të jepë përgjigje. Më vonë është befasur pas në mbrëmjes, i ka arë një person me 1.000 dinar në dorë. 1.000 dinar në dorë. Dhe i thotë o Hazreti Davud, këto janë për ty, që ti t'ja dhurojsh, kanë e din që është me nevojë. Hazreti Davudit ju kujtu, ajo grua e cile i kishte arë në mes të ditës dhe i kishte thonë, se unë e rres jetima 4 dhe unë mirë me një biznes marë kush i qejtë dhend atë leshin e dele me ma bjen muë dhe unë e pastraj e regulloj e ta dhe e qes në pazar trege dhe e shes. Thot po unë atit kur e kam qitat sasi bukur të madhe ka arë një shpen nga qielli dhe më hamarë. Për ti të sa duhesh, se ku kime shku për qielli me njekën. Thot edhe kam bejt, s'ka me vlad vetëmi që ka këtu pregates, ushqim, dhe gjona nevojtore. Si mundet më konë Zoti i drejt? Aja gërru, thot. Thot këj personi që ja punë 1.000 dinar, thot duke lëndru në deti,
na u hap një vrim një birë bukur e madhe anijës. Jemi mundu me e bloku me në zonë, thot pas kemi mund. Nuk kemi mundur. Deri sa ka zbrit një shpend, me i ka zbrit këtë sasi të madhe të leshit, deleve. Thot edhe e kemi marë, edhe e kemi fut në atë vrimën aty, dhe ja kemi qitë kush vetës 10 persona që e kemi qenë aty, ka 100 dinar me dhonë shaj falendarimin ndaj Zotit Dhul Gjelal. Dhe Hazreti Davudi a.s. i morë 1.000 dinarët dhe ja dërgoj asaj grue dhe i tha, Allahu Gjeleshanu është i drejt, Allahu Dhul Gjelal është i mëshirshëm, Allahu nuk është i pa drejt, Allahu nuk është i pa mëshirshëm. Dhe po ja tregon histori. Po ta kishte lënë Zoti Dhul Gjelal çat sasi, çati produktit, do të bëjë shumë pak. Kështu që asaj ju siguru ushqimi e veshëmbathja e banimi për shumë vite pa pas nevoja e del të punoj dhe të sigurej kafshatën e gojës për e vladat e vetë. E Allahu Gjeleshanu është i drejtë. Kjo gru mërzit shumë. Mërzit për vetë vetën. Mërzit për e vladat. Po Allahu Dhul Gjelal ja kompenzoj me gëzim. Pas çdo mërzije, vjen gëzimi. Këto djemë që po thojnë me këtë anije, u mërzitën se e pa në vdekjen me sy, po mbushët anija me ujë. Në mirë, po ja erë gëzimi për të mallet Allahu Dhul Gjelal dhe u blokua e vrima dhe pështuan. Andaj të vallet i botën e dërëpër. Gjithëherë dije se në gjendje në të cilën je, nuk ka me zgjatë shumë. Je i mërzit shumë, mos u bën me rak se aja mërzim nuk ka me zgjatë shumë. Po je i gëzu shumë, dije sa i gëzim nuk ka me zgjatën shumë. Për këta Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, në jetën e vetë u përcëll me plot vështërsi. Për çdo ditë sprov mbi sprov, vështërsi mbi vështërsi, me shumë gjëra Muhammed Mustafaja me vështërsi e përcolli jetën e tij. Derisa dhe kur erdhi momenti i vdekjes, kishte vështërsi të mëdha. Profeti Allahu Dhul Gjelal, më i dashur i Zotit Gjeleshanu, atij që është më fal, Muhammed Mustafaja u përcoll me dhimbje të mëdha. Për këta na si popull, kur shumë i dikant se në fund e jetës ti i ka ardhën me dhimbje e me smuje, një pjesë e popullit gabon dhe thot, s'o ka njeri mirë, për këta Zoti e ka spërdu. Wallahi, kjo është gabim total. Allahu Dhul Gjelal bash njerin e mirë sprovon, se e pastron nga çdo gjuna. E pastron nga çdo mëkat i kësaj bote, që eventualisht e ka vepruar njeriu, ne jemi njerëz, nuk jemi me lajke, edhe na gabojmë. Smundja është e mirë sa ardhur. Mirë po hece bende besimtarit se smundja është në të mirën e tij. Muhammed Mustafas o asollshin për çdo ditë një ejnë me ujë. A i fut këtë 2 durët në të dhe thejke, inna lele mauti dhe sekravat. Allah është një, s'ka tjetër përveç tina. Wallahi vdekjen, po e shoqërej kanë dhimbje të mëdha. Profeti Zotit Dhul Gjelal, edhe në momentet më kritike të jetës tina, i kishte këto dhimbje. Sa që Hazreti Fatimja, vajza e vetë, vajza o mërzitke për gjendjen e prindit vetë, për babën. Ja kujtoj kjo vështërsi që ka kalu në luftra të ndryshme, në pengesa me njerëz, në njerëzit ofendue, etiketue, me gjona, me sprova të ndryshme. Dhe po i thot, o babaja, kur do të largohen dhimbjet, mërzit, e ankthët e stresët ty me babë? Krejt jetat shoqëroj kjo. Kur do të largohen mërzit, dhimbjet, ankthët e stresët tyje? Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke i thonë, la karba ala abiki ba'da al-yawm. Nuk
ka kur far dhinte, e kur far mërzije, e kur far ankthi, e kur far stresi për babën tanë pas ditës së sotshme. Se atë ditë, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam kishte me ndrru jetë. S'ka më mërzi, mos u bën marrë, mos kime qit lot për babën tanë. Për këtë, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam 23 vite të tij si pejgamber. 63 vite ka jetë. 23 vite të tij si pejgamber jetoi me mërzi, me ankthje, me strese, me shtypje të ndryshme. Por 10 vite, pas 10 viteve, si pejgamber i Zotit, shtun edhe 2 mërzia fort të mëdha. Ju andon nga jeta 2 njerëzit më të dashur për ta. U zhdo për jetës bashortja e tij, Hazreti Hadixha, dhe ju zhdo për jetës minxha e tij Ebu Talibi. Shumë është mërzit se i ka pas 2 figura kryesore që e kanë mbështet, e kanë ndihmu, e kanë përkra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Axha i tij Ebu Talibi. Edhe pse nuk ja kishte besu mesazhin hynor Muhammed Mustafas. Se kishte besu Kur'anin, se kishte besu se Muhamedi është i dërguar i Allahut dhul xhelal. Mirë po ai prap vazhdojke dhe i ndihmojke djalit të vllafit. I ndihmojke shumë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe pse mesazhin e tij nuk e kishte besu. Këtu është një mesazh bukur i madh në derdheve të parë, që mund të kemë na njerëz që nuk na i besojnë predikimin tonë, këshillat tona, mirë po nuk do të thotë me janë shkalu ata, mos me bisedu, marrë me përkraje për tyre, për Zotin. Unë shpesh ballafaqohem edhe këtu në xhami apo diku tjetër. Ka njerë përfitojmë ndihma për rregullim xhamisë, për mësim, besim, për pastrim, për ndërtim diçka e rregullim. Ma shumë prej atyve njerëzve që ndoshta nuk ju shkel koma në xhami, se sa prej disave që i kemi të rregullt në xhamin tonë. Thotë na nuk duhet të janë shkalojmë ata njerëz, edhe pse nuk janë pjesë e xhamisë. Dhe shumë dojmë më përkëra, e shumë dojmë më vizitu, me i dashtë dhe me i qmuën vlerat e tyve. Duhet jemi afër tyve, sepse një ditë kanë më una u dashtë edhe ata, po të një të rgu edhe ata. Muhammed Mustafa e mbrejke shumë xhaxha i tina, Ebu Talibi, sa që një ditë i kanë go krejt paria kureshve, dhe i kanë orë dhe kanë thonë, deri tash, për hatër tonë se kemi prejkë. Ama pej tashtit, s'kemi më të llogarit edhe ty. U friku shumë Ebu Talibi. E ka thirë Muhammedin a.s. dhe i ka thonë, o, djali vllotëm, kanë ardhur kështu paria kureshve, po dojmë më të ekzekutu ty. Nale thirrjen tonë, se s'jam të mujtë më të mbrojt. Nale më këtë predikim. O ngrit Muhammed Mustafa janë kam. Ja kanë shumë me gjënisë ligjës. Dhe i ka thonë, si kur kureshët të ma vendoshin dili në krahun e djathtë dhe hanën në krahun e majtë, për ta lanë apo për të hesh dorë për i kësoj feje, pa shamadhin Allah nuk ka me hjekë. Ndeshën mbrojën, ndeshën ndihmon, ndeshën mos ndihmon. Allah në xhaleshan e ka mbrojtësin më të mirë. Dhe nga i moment kër e ka pa vendosshmërinë e Muhamedit a.s. Axha, ka thonë pa shamadhin e Zotit, vazhdoj rrugën tonë se më ki përkraje muë dhe askush nuk ka me guzu as të prej tyje. Dhe sa ka qenë gjallë Ebu Talibi, kure i shitët as një nuk i ka bo keq Muhamedit a.s. apo nuk ju ka vërsul, apo nuk e ka penguën nga thjerja tina. Muhammed Mustafaja u ballafaqu me 2 sprova. I vdiq gruja dhe i vdiq Axha. Sa që këtë vit Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam e ka emru dhe e ka qujt
amul huzn, viti i mërzisë, viti i dëshpërimit, se i kanë humbën jetë dy persona shumë dashur dhe përkras të Muhammed Mustafas. E kishte bashkëshortën e vet. Në momente të më kritike ajo më ka dhënë në vullnet, më ka dhënë kurajo për me vazhduar në rrugtimin tim. Kush? Bashkëshortja ime. Thot momentet më kritike ajo më ka dhënë në mua shtytje për të shkuar përpara. Me çka? Cila është shtytja më e madhe? Cila është ndihma më e madhe? Ndihma më e madhe është më të thoni fjalë të mira. Për kraje morale, mas poku, thajke Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kalimatun tayyiba khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Një fjalë e mirë është shumë më e mirë se një sadak që e pason e keqja. Një fjalë të mirë që ja jep dikujt është shumë më e mirë se sa dikush që të ndihmon, apo 100 të këqija t'i ban. Po të ndihmoj, edhe ma do të do më ta nxjerrë edhe frymën e fundit. T'i ban 100 të këqija, mas asaj ndihme. Vallahi sot, edhe sot po ballafaqohemi. Kemi njerëz cilët ndihmojnë, mirë po ndihmojnë për një interes të caktuar, për një qëllim të caktuar. Wallahi atyve njerëzve kom ju dalë nami, atyve njerëzve kom ju dalë marrja, edhe kanë me marrë vesh njerëzia krejt. Edhe pse i bodhe Allah dhul xhelal është i gjallëtishëm dhe i di veprat e tyre. Mirë po dikush po ndihmon për një qëllim të caktuar. Dikush po ndihmon për një qëllim të caktuar, për të përfituar apo për të bërë diçka tjetër që është e neveritshme dhe e keqe. Sot po shohimi, mirë pa Allah dhul xhelal, ka mjaftësi të marrët atyve njerëzve që ndihmojnë me një qëllim të caktuar. Për këtë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ishte i mërzitshëm. Po, pas kësaj mërzije shkoi në Taif. Një vend i afër aty. Shkoi në Taif për t'i thirrë njerëzit në Islam. Sa do pak këtë mërzi ta hjekin, mos po më sjell ndonjë gëzim që ndoshta e pranon dikush Islamin nga banorët e Taifit. Ka shku në Taif edhe po e përçon lajmin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Banorët e Taifit i kanë nxjerrë jashtë shtëpive të tyre krejt fëmijët dhe i kanë thonë merr një gur edhe gjune këtë njeri. Edhe fëmija kanë marrë gur, e mbetorina, e planca e zorë që ishin prej lopt, edhe Muhammed Mustafa s'ja hodhe në kokë, e mbulon sa që nga gurt, mbush dhe mblu fytyra e tij e pastërt me gjak. Ollë diku në një hijet një pembe dhe i ngriti durt në qiell dhe po i thot Zotit dhul xhelal. Ashtë duaja e Taifit që ju kisha lutën për ta mësuar dhe për ta gjetë të plot, që ne për shkak të kohës së limituar nuk do ta paraqesim të tërë, edhe pse e kemi. Thot o Zot, të ankohem për fuqinë time të dopt. Jam të ankuar Zot, unë jam i dopt. Për mundësit e pakta që i kam, o Zot unë falë, ka që është mundësia jeme, s'moj ma shumë, por ti e Zoti i botëve, ti e Zoti të dobëve, ti e Zoti im. Edhe në momentet ma kritike, po e falenderën Zotin edhe për thëtë, Anta Rabbul Alamin, ti e Zoti i botëve, ti e Zoti të dobëve, ti ju ndihmon të dobëve, ti e Zoti im. Në dorë të kujt po m'len mua Zot tash. Analizohet këtë dua, lloj ta drejt zemrën. Momentin më kritik kur jesh. Kritur, o Zot, në dorë të kujt po m'len. Nëse nuk je i hidhur në mua, nuk të pyes për gjë tjetër. Veç inshallah ti nuk je i hidhur në mua.
revelu Zotë dhul Gjelal neve. Për kujna të të kesh me në fatë. Nëse i ki krejt me veti, po nuk e ki Zotin me veti, qka ka me mujtë më të bo me në fatë këta shka i ki me veti? Po nëse e ki Zotin dhul Gjelal me veti, qka po dohën këta nëse nuk i ki me veti? Qka po dohën këta njerëzë, ndimat e tjerë, nëse i lumi Allah dhul Gjelal është me tyre? Nëse nuk je i hidhrum mua, nuk pës për një gjohë tjetër. I shala vesh në hidhrum, në mu nuk je. Po kërkoj e Zot, që të mos bjerë mbi mua zemrimi yt. Mos o zemrën mua, o Allah. Dhe pak nërësia jote, mos pjetë mbi vije. Në këtë moment, këtë do, që e përgjësmova une, në atë moment është hapë qili. Në atë moment ka arë ndima për të mollit Allah Gjeleshanu. Allahu dhul Gjelal e ka zbrit me lajken e kodrëme. Dhe ju është afru afer Muhammed Mustafa dhe i ka thonë Selamu alejke ja Rasulullah. Po që dhe mshira Zotit që mbi ty, o i dërgumi Allahu Gjeleshanu. Jam i dërgum për të mollit Allah Gjeleshanu më të vendi qka. A më jep leje, ka thonë Zotit, merë leje për Muhammedit. A më jep leje që këto dy kodra t'i bashkoj edhe t'i mbës. Qka ka njerës këto? Qka të kanë bot yje? A më jep leje se ndorën te me janë kodrat, që unë t'i bashkoj edhe t'i mbës krejt njerës. Qka va merë menja? Neve ka njëherë kur përna banket dikush, kur përna i dhënën dikush, vallaj me bo me posa i sen ofër, i faran të madhe të vogëla. Nuk i qep një dhonat pasonijas ku gjojsh kur farë shqile mi po blokoja krejtë rrugë, mbyll me i bani këta. Subhanallah, pse një hedhërim në i ka shkaktu? Po dërgumin e Zotit e kanë rraf, e kanë thy dhëmballat, e kanë gjakosën, nuk po e pranojnë mesazhin e tij, po i vjen me lojke dhe po i thot ati bashkëtë të kodra. Shëqën e mshirën e Muhammed Mustafa, ama kjo mshirë për kujna vjen? Prej Allahu dhul Gjelal. Allah është i mëshirë shumë. Kjo mëshirë ka zbritë Muhammed Mustafaja. Dhe kjo mëshirë, këtë mëshirë e kanë muslimanët. Drejt janë muslimanët. Ama muslimanët hakikat, muslimanët jo munafika. Muslimanët munafika, atë me dy ftyrësha, janë ata të cilët po i shohin do të se shka po veprojnë. Po i thot Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wa sallam, ja me lajke, oj me lajke e kodrave, la të faal, mos vepra kështu, la'alla Allahu yukhrij min aslabihi man yuwahid Allah, se ndoshta Allahu dhul Gjelal nxjerr prej pasardhësve të tyre në dunja që adhuron Allahun dhe beson një të tillë si një. Gjitha këtë të këshia e kanë për Muhammed Mustafas, edhe për lutët për ta dhe për pasarësit e tyve, që Allahu dhul Gjelal me nëzirë dikan edhe me ubonën besimtar, i Allahu Gjeleshanu. Allahu me ndih kaumi, fejnë hum la ja'lemun. O, edhe për lutët, o Allah, udhëzua popullin të, vallaj këta nuk di. O, i madhe Allah Gjeleshanu, udhëzaj këta musliman që po i shohit këtil, se vallaj këta nuk di. O njerëz, o ju besimtare, jo besimtare, falni këta njerëz, se vallaj këta janë të paditur. Se po t'ishin ditur, po t'ishin me mshirën e Allahut, po ta dishin se çka është me i shkaktu dikujna dhimbë, me nxjerr dikujna lot, me i shkaktu dikujna mërzi. Asnjëri prej tyre nuk do të veprojë këtë gjë të tillë. Mirë, po këta janë njerëz që s'kan fije mshire. Fije imanin në Zotin dhul Gjelal. Ati i qofsh mi fal. Për këta Muhammed Mustafaja i ndodhi kjo. Po Allahu dhul Gjelal këtë mërzi ja ka kthy me gëzim. Pak ma vonë e ka marrë dhe e ka qenë Isra dhe Miraj. E ka ngrit larg të madhëriet. O Muhammed, kur njerëzit heqën dorë për ty, o njeri, o vllavë dhe ti motër, kur njerëzit heqën dorë për ty, ti kanë bani të qenë këshia.
Dije se ndihma e Zotit tash ka të ardhur. Dije se tash ka me zbrit mëshira të Mallit Allah Dhul Xhelal. Tash Muhammed Mustafa e mor Allahu Dhul Xhelal dhe i ngritit e madhëria e tina. Dhe Allahu Xhelashanu direkt po i fol Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ja bën obligim namazin. Po jep forcë dhe fuqi. Na nuk të kemi harruar ty o Muhammed. O ai musliman që jeni të vujtën. Ku do në bud? Nëse jeni drejt dhe të mëshirë shumë besimtar hakikat të Zotit, Allahu ka më na bos zgjidhje, Allahu Dhul Xhelal nuk na harron. Ma vonë e boni hijrete. Shkoj në Medinë. E thëmë laj xhamin e parë. I bashkoj ansartë edhe muhaxhirët i vllaznaj. Këto kishin shkuar në Mekës në Medinë, dhe ato medinasët i vllaznaj. Se besimtarët janë vëllezër, innamal mu'minuna ikhwa, s'ka dallim mes bardhët, mes zinjit arabit, ja arabit, me kasit, me dinasit, krejt janë një, innamal mu'minuna ikhwa, të gjithë muslimanët janë vëllezër. O kthy tash në Mekë si çlirimtar. Hyri në rrugët e Mekës, krejt ata njerëz që ja pon forcën Muhammed Mustafa's. Forcën e imanore, forcën e moralit, forcën e sjelljes. Krejt ishin me kokë ullur, e rrafë, u mundun me mbyt. Janë ndron emrin, nuk i thëshin Muhammed, po i thëshin Mudhammam, nuk i thëshin i lavdrum, po i thëshin i poshtrum. Ja morën pasunin, ja konfiskun krejt pasunin Muhammed Mustafa's. Ja shkatrun krejt ekonomin Muhammed Mustafa's. Hyri si çlirimtar, krejt ishin me kokë ullur. A ju kujtohet neve kosovarëve kur na përzunin shkallë për këtujt. Krejt na shajshin e na ofendojshin e ishin kokë lartë ata. Mirë po një ditë kur u kthym, ata i pashmi kejt me kokë ullur, krejt të mbyllur, krejt të raskapet, të marrum. Tash, Muhammed Mustafaja i pyetje, çka o mërmenja, çka do t'ju baju me juve? Ma të dhëmun në anni fa'ilun bikum. Ato thanë, khajrun akhun këri, o vesh të mira presmi për tije, o vlo i mirë. Na vesh për tije presmi veç gjonat mira, thëjke Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wasallam, une nuk ju tham juve as gjohë ma shumë, vesh ka ju ka thonë Jusufi aleyhi salam, vlëzërve të vetë, la të thëriba alejkum uljom, nuk ka qërtim mo për juve, nuk mirë në me juve, idhhabu, fa antum të laka, hasni, shkani, ju jeni lirë, yaghfirullahu lakum, fa hua arhamur rahimin, Allahu Dhul Xhelal ju falë, aja është i mëshirshëm i madh. Aja është i mëshirshëm. Wallahi nga këto fjalë të Muhammed Mustafa's, nga kjo falje e treguar Muhammed Mustafa's, nga kjo mëshirë Muhammed Mustafa's, 2000 persona e kanë pranuar Islamin në atë moment. Kur e kanë pa drejtësinë e Muhammed Mustafa's, ishte i mërzitur, shiqani që ju ka kthy gëzimi. O kthy në Mekë, po të njëjtën kohë, 2000 persona e kanë pranuar Islamin. Çka ma mërmenja sot në muslimat? Me falë njëri tjetrin, a do pësoni janë ngritmi, vëllai ngritmi. Me falë njëri, a na hub burninja, a na ushtohet burninja, vëllai na ushtohet burninja. Me pas mëshirë ndaj dikujt, na ushtohet imani në Allahun xhallahu xhallahu. Ma vonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam u mërzita, i vdish djali. Sa që i vdekjes djalit i rrashin njët. Njani shkoj e tha, qysh betim e kajt për djali? Për fëmin me kajt, tha Muhammed Mustafaja, unë qaj për fëmin, tha se ashtë mëshirë. Tha s'kam shka më të po ty, që Zotit ta kanë zirë mëshirën për i zakës parme. Po ka një njëri, kur lëtë më qëtë. As frikë dhe i Zotit, as pëse e ka të smunë të antore në familjes, as pëse i ka vdekë antore i familjes, kur pitë lëtin më qëtë. Tha unë e qaj, se ashtë mëshirë. S'kam shka më të po ty, që Zotit ta kanë zirë për i zemrës tonë mëshirën. Men la jarham, a i njeri cili nuk ka mëshirë dhe i dikujt, Allah
ndaj atij personi, dhe ke Muhammed Mustafaja, irhamu men fil ardi, yarhamukum men fis sama, keni mëshirë ndaj dikujna që është në tokë. Allahu dhul xhelal ka me shumë mëshirë për qiellës për juve. Dhe krejt në fund, një njeriu kishte bën kohën e Muhammed Mustafas zullum të madh muslimanëve. Zullum e padrejtësi të mëdha muslimanëve. E kishin marrë besimtarët dhe e kishin prunë në xhami e kishin lidhë. Me qëllim e kishin lidhë, aty në xhami. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam dhe po i thotë, çka po dëshiron më të bëj tyje? Ai njeri që i mëshma. I thej ke Muhammedit alayhi salatu wasalam. Në qoftë se më dënon me të drejtë e ki. Nëse unë dënon, ki drejtë. Po nëse unë falë, ka më konë mirë njës në ideje. Amo nëse do të pare, veç që negoje, sa po dënë. Që i me që Muhammed Mustafaja s'pja pranë në asnjë. Po i folin besimtarët 5 vaktët. Mas namazit po përqafohen me njëri tjetrin. Po hinë në xhami, po japin selam njëri tjetrin. Po interesohen për hallet, për dertet e njëri tjetrit. Ato ai po i shiqan mëshirën, vllaznillakun, dashamirësinë që e kanë besimtarët në mes vete. Të këtij janë besimtarët. Çka është sot hyna për xhamia, njëri e bën kryet ato, njëri këto. Njëri e dorën këtina, ati tjetër do thotë nuk ja jep. Shka u bo? Kejt botën islame, kështu musliman. Allah e po ja konë musliman, hakikat, janë përshëndet me njëri tjetër, kanë pasë rahmet me njëri tjetër, i kena pasë punë shumë mirë si besimtarë, në rozullin të cë. Po vjen ditën e dytë Muhammed alayhi salam, edhe po i thotë, çka po ta merr mendja, çka me bo me tyje? Ai njeri pra fjalët e njëjta. Po i thotë,